Bibla thot, por faleminderit Perëndis që na bën të ngadhënjejmë gjithnjë në Krishtin dhe shfaq kudo nëpërmjet nesh erën e këndshme të njohurisë së vet, sepse ne jemi për Perëndin era e mirë e Krishtit, ndër ata që shpëtohen dhe ndër ata që humbasin. Për këta, me të vërtet, vdekjeje në vdekje, por për ata jete në jetë. Dhe kush është i aftë për këto? Motër, unë do doja që ju të na mësonit se çfarë do të thotë të jesh e këndshme e njohurisë së Perëndis. Si mundet kjo të perceptohet, të ndihet në jetën e një besimtari, dhe pse e njëjta aromë mund të jetë për disa dhe vdekje për disa të tjerë, dhe po ashtu çfarë përgjegjësie nënkupton fakti i të qenurit era e mirë e Krishtit, si për ata që shpëtohen, ashtu edhe për ata që humbasin. Shumë faleminderit motër dhe Zoti ju bekoft. Popullit në lashtësi në ligjin e Mojsiut, Zoti i mësoi se së bashku me flijimet duhet të paraqitej edhe temjani dhe shumë aroma, shumë erëra, shumë parfume, duhet të përgatiteshin dhe të organizoheshin. Priftërinjt duhet t'i organizonin dhe duhet t'i ngrinin ato lart si shenjë se kjo ishte një erë e këndshme për Perëndin ton. Parfumeri, ai që është i specializuar në përgatitjen e parfumit, e çonte atë në tempull dhe paraqiste me temjan dhe me aroma të tjera në mënyra të ndryshme dhe thuhej se ishte aromë për Perëndin sepse gjithçka ishte fizike në atë kohë. Perëndia i kërkonte popullit të përuleshin dhe ta nderonin fizikisht, prandaj ishin flijimet e kafshëve, prandaj ishte temjani, një aromë që ngjitej te Perëndia. Perëndia i kishte mësuar atyre që ta bënin në atë mënyrë, edhe pse Perëndia nuk kishte nevojë për ato aroma. Perëndia nuk kishte nevojë për to, por ai donte që populli të paktën të merrej duke bërë diçka për Perëndin, të përpiqeshin, të punonin, të bënin diçka për Perëndin. Prandaj ai u kërkoi aromat më të mira, parfumet më të mira dhe temjani po ashtu duhej të ngrihej, të ngjitej nga bijtë e priftërinjve, askush nuk mund ta përdorte atë, dhe gjithë kjo ishte erë e këndshme për Perëndin ton. Prandaj ata thoshin se kjo ishte erë e këndshme. Kështu që kjo erë e këndshme kishte një përfaqësim simbolik për të ardhmen. Në të ardhmen, era e këndshme për Perëndin është një burr ose një grua që janë të drejtë, të shenjtë, që i pëlqejnë Perëndis, që i shërbejnë atij, që largohen nga e keqja dhe nga mëkati dhe që gjithmonë i pëlqejnë Zotit në çdo gjë. Duke bërë atë që është e mirë, e drejtë, ai person kthehet në një erë të këndshme për Perëndin ton. Kjo ishte simboli ose përfaqësimi simbolik në lashtësi i temjanit. Dhe thuhet se në lashtësi, ndonjëherë Perëndia ishte kaq i pakënaqur kur ata paraqisnin temjanin, saqë thuhet se tymi shpërndahej, dhe kur tymi ngjitej drejt në qell, kjo ndodhte sepse Perëndia i kishte pranuar, por kur shpërndahej, Perëndia ishte i zemëruar me njerëzit, sepse ata po gabonin para tij. Pra kjo ishte simbolika. Sot ne, besimtarët, ne dëshirojmë me gjithë zemrën tonë që ne të jemi erë e këndshme për Perëndin ton, që të jemi ai parfum ose ai temjan për Perëndin ton. Prandaj këtu, duke lexuar këto vargje, cili varg? Vargu 14 apo jo? Thot, por faleminderit Perëndis që do me thënë Perëndia ynë që na bën të ngadhënjejmë gjithnjë në Krishtin dhe shfaq kudo nëpërmjet nesh erën e këndshme të njohurisë së vet. Thuhet se era e këndshme e njohurisë së Perëndis ton shfaqet kudo në jetën e njeriut, në jetën e qenjes njerëzore, dhe thot sepse ne jemi për Perëndin erë e mirë e Krishtit. Në atë kohë në lashtësi ishte aroma e temjanit ose aroma e parfumeve, por në Ungjill janë besimtarët, sepse ne jemi për Perëndin era e mirë e Krishtit,
ndër ata që shpëtohen, do me thënë ndër të drejtët, ndër ata që i pëlqejnë Perëndis dhe ndër ata që humbasin, thuhet, për këta me të vërtet vdekjeje në vdekje, por për ata jetë në jetë, dhe kush është i aftë për këto? Thot, sepse nuk shtrembërojmë fjalën e Perëndis si shumë të tjerë, por si prej sinqeritetit, ose si prej Perëndis, përpara Perëndis, flasim në Krishtin, ai kërkonte sinqeritet dhe drejtësi në përcjelljen e njohurisë së Krishtit Jezus, dhe sa e vështirë ishte për ata në atë kohë, ishte shumë e vështirë sepse të gjithë ishin judenj, kishin qenë judenj dhe tani po ndryshonin etapën e jetës së tyre shpirtërore duke besuar në Krishtin Jezus, gjë që ishte shumë e vështirë për ta. Për ne sot nuk ishte e vështirë të besonim në Zotin ton Jezu Krisht, por për ata në atë kohë ishte shumë e vështirë. Prandaj, apostulli vazhdimisht theksonte se ne si ajo erë e këndshme, që vetë Perëndia lejoi që të jemi, duhet të përpiqemi, duhet të jemi të drejtë dhe të sinqertë, sepse ai këtu po thoshte se madje kishte njerëz që shtireshin, që shtrembronin doktrinën, fjalën e Perëndis, duke u mësuar të tjerëve gabime në doktrinë, gjë që në atë kohë ishte shumë e përhapur. Gabimet ishin të shumt edhe ata që predikonin dhe ata që mësonin, sepse nga një ani ishin judenjt dhe nga ana tjetër të krishterët. Por ne sot falenderojmë Zotin që Perëndia na ka unifikuar, na ka bashkuar. Për ne nuk është e vështirë të besojmë në Zotin Jezu Krisht dhe e pranojmë atë, dhe prandaj unë mendoj se Zoti na ka vendosur këtu me këtë qëllim të mrekullueshëm që të predikojmë në botë, sepse ne jemi era e Tij e këndshme dhe jemi qenie që jemi këtu duke kërkuar për sosmërinë, drejtësinë, ndershmërinë, të jemi të ndershëm dhe të sinqert me Perëndin ton dhe të vazhdojmë të ecim përpara, sepse ky është ungjilli. Ky është ungjilli i Zotit, ky është ungjilli i pastër, ku është Perëndia ai që është aty në mes të gjithë jetëve tona, duke vepruar Zoti me frymën e Tij dhe duke na ndihmuar të kuptojmë mirë dhe ta ndjekim këtë rrugë e cila për ne është më e lehtë, ndërsa për të tjerë është shumë e vështirë, por duhet të vazhdojmë të ecim përpara në këtë luftë, dhe më e rëndësishmja është se në Krishtin Jezus gjithmonë do të triumfojmë. Fitoren, triumfin mbar njerëzimi do ta ketë nëpërmjet Krishtit Jezus. Triumfin në jetën tuaj në çdo aspekt. Krishti Jezus është triumfi ynë.